sjell çështje të rëndësishme kozmike, sidomos në lidhje me ka të bëjnë me punën dhe jo vetëm. Kemi diçka që ka të bëjnë shumë me hënën në peshore, pozicionin në ndikimin me diellin në gafore, ndërkohë që Mërkuri futet në gafore. Nga dreka është një ndikim shumë i madh dhe një mundësi që mund kemi në lidhje me punën, lidhje me karrierën dhe me ndryshimet që vijnë. Është gjithashtu një ditë që sjell në rrugtimin e vet disa çështje të lëna pezu, disa çështje që kanë bëjnë edhe me anën ekonomike nga një anë, por dhe anën e punës dhe të karrierës në anën tjetër, sepse ndikimi që kanë bëjnë mirë do ishte ditën e sotme të bëjmë një përmbledhje nëse kemi mundësinë që të mos bëjmë blerje të nxituara. Nuk është koha për blerje të nxituara, por është koha për të bërë një resume të gjërave, një përmbledhje të çështjeve ekonomike financiare ku jemi, çfarë na duhet dhe çfarë kemi më të domosdoshme